Shoqata Shqiptare e Bankave, SSB, ka paralajmëruar qytetarët për disa raste të telefonatave mashtruese që realizohen përmes teknologjisë VoIP, duke përdorur internetin dhe duke imituar emrin ose logon e bankave. Sipas njoftimit të SSB-s, personat që telefonojnë mund të flasin në gjuhë të ndryshme dhe të kërkojnë të dhëna të kartës bankare ose informacione personale me pretendimin se po ndalohen veprime të dyshuara me kartën e qytetarit. Telefonatat shpesh vijnë nga adresa me prapashtesa si @gmail, @instagram ose platforma të tjera, duke bërë të pamundur verifikimin e identitetit të telefonuesit. Udhëzimet për qytetarët. SSB rikujton se bankat në Shqipëri nuk do t'ju kërkojnë kurrë të dhëna të kartës bankare, PIN, kodet e sigurisë apo informacione konfidenciale përmes telefonit. Në rast të një telefonate të dyshimt, mos ndani informacion personal dhe ndërprisni menjëherë telefonatën. Verifikoni çdo komunikim duke kontaktuar bankën tuaj vetëm përmes numrave zyrtar të publikuar nga banka. Raportoni menjëherë çdo rast të dyshimt pranë bankës tuaj. SSB dhe bankat anëtare theksojnë përkushtimin për të rritur ndërgjegjësimin e klientëve dhe për të mbrojtur qytetarët nga mashtrimet financiare.